një patrull të policisë në Mitrovic edhe në Klin. Në disa qendra janë godit përherë nga ushtria shërbimtare, që për mu është sulmi i dytë i organizuar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Madje me iniciativën e Nait Hasanit janë inkuadruar edhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, gjithë një strukturë të UÇK-s. Fakti që ajo është i arrestuar si kryesori i UÇK-s, të flet mjaft. Nuk gabojnë ata këta. Ata mundin me gabuar në fakte tjera. Por pse ka qenë kryesori, për mua nuk do të diskutim. Unë nuk do të diskutim edhe nga përvoja jonë që e këna pas. Unë ju thash, takimin e parë, zyrtar që e këna bo me Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin. Hashim Thaçi, mos pajtimin me gjithçka me LPRK-n ka shpreh edhe më herët se kjo. Madje ka qenë edhe i ngarkuar nga Këshilli i Përgjithshëm të LPRK-s me trajtu situatën edhe me dhënë rrugë zgjidhje, edhe i ka shkruar materialisht shkruar është ai, që ka qenë jo krejtësisht të akord. Mas goditjeve në 93-ës, vërtet një kohë kanë dalë jashtë edhe këta, edhe jenë bukur shumë edhe aksionet e veprimet e deri në 96-ën. Po vërtet është qështu dhe kur janë dalë këta jashtë u shuku krejt ajo aktivitet. Do më thonë, faktikisht, prej 93 deri 96 të organizume përveç individuale që i ka bo Zahir Pajaziti ose Hasan Ramadani ose dikush që s'ka desht me dalë, këto janë kanë tërësisht individuale, po kanë godit ku duhet, kanë godit pushtusin e kanë godit, po pjesa organizume është largu nga Kosova, për shkak ndjekjeve për ndjekjet po shumë shpejt janë riorganizuar dhe janë kthyr 96 janë tjerat aksionet të dytat konkrete dhe kështu të zgjeruara. Ju kujtohet edhe në kampin e këtyre përdekore nga Bosna, Kroacia, që janë qujt, edhe në një patrull të policisë në Mitrovic, edhe në Klin. Në disa qendra janë godit përherë nga ushtria shërbimtare, që për mu është sulmi i dytë i organizuar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Do thonë 93-96. Tash, Zahir Pajaziti ma vonë edhe aje angazhohet në UÇK, edhe Adem Jashari angazhohet në UÇK. Po fillimisht janë konë si individ të cilët ju kanë kundërvy pushtusit. Po ma vonë janë sistemu dhe janë organizuar në ushtrinë shërbimtare të Kosovës. Në përpjekje shumë të mëdha që kena bo, ju thash ma vonë janë inkuadru, madje me iniciativën e Nait Hasanit janë inkuadruar edhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, gjithë një strukturë të UÇK-s, dhe nante Adem Jashari ose të Jasharit e kena dërguar me njëherë personin i cili kishëm dëshirë spaku mu koordinu që mos ta pengojmë njëri tjetrin. Do na përgatitshim aksionin edhe ata përgatiteshin aksionin, dhe nëse ajo rastësisht korrespondon një orë para i joni e dëmton këtë tjetrin edhe i qëtë në kurth madje, ose i tyne tonin, e kishëm dëshirë në qoftë se prapë sa rrim të bashkohemi plotësisht, spaku të koordinohemi, të mos në... Mirë, por në momentin këç kur është dashur mu realizu takimi, ai takim është konë i parapom, unë Fatmir Humovi nga LKÇK-ja, edhe Recep Selimi edhe dikush i Jashareve nga UÇK-ja. Mirë, por rrugës për me ardhë këndej, plagoset rastësisht Musa Jashari, apo Sahiti më duket, mos nga bosha, edhe kthehen, ata nuk kryet takimi, por rrugës për më kthy vritet me Huka që ka qenë ndërmjetësuesi i yni 96-ën. Me Huka është vrarë, do më thonë dikon lushtat e rrugës Mitrovic-Skënderaj. Për pikën e grupit Zahir Pajaziti ka pas Agron Ramoni, Agroni e ka njoft mirë Zahir Pajazitin, është edhe nga e anë dhe e njoft edhe ma herët në aktivitet, edhe në drejtim, edhe për Hasan Ramadanin e kena nis, dhe me një fjallë ku do që kena dëgju që ka rezistencë ose tendencë, rezistencë të armatosën, në gjithmonë këna pas dëshirë që armë me i bo bashk, ose spaku koordinimin me bo, se rreziku është tepër i madh, është për dy anë, nuk ka thjesht veç për ne ose veç për ju. Hasani nuk kena mujt me bo asnjë takim, në që them masi është caktu takimi, ai ka ndodhur vrasja e tij, shumë na ka pas mërzit se na met edhe shumë merak që smujtëm për pak metër jeke mu bashku e mu afru, ndërsa me Zahirin kena realizu disa takime edhe në Kosovë edhe
edhe në Shqipëri nuk kemi ra dakord, nuk janë pajtu plotësisht, shpresa kena pas që sa të hima thellë, këmë u kry kjo punë, po fillimisht nuk na ra dakord. Edhe me Arsimin, edhe me Kadriun, edhe me Zairin, e njëjta çështje ka qenë. Do thotë, ata gjithmonë e kanë prediku edhe e kanë zbatu edhe kanë pas sukses, madje, e kanë pas veç arma edhe nuk ka nevojë me letra fare. Ne na kanë shumë bindur që duhet me i pri me letra, me organizim, me mobilizim. Do thotë me letra e kanë fjalën me i bind njerëzit duhet për luftë, nëse nuk je i bindur për luftë, nuk merr armë. Po, e këtu ka qenë, domethënë për të këshirë për qikaq, po kjo qikaq atër ka pas rëndësi shumë madhe, se na vdash kemi marrë që të shkronje, në vdash kështë për ndarësit, një me enë ato në për komuna, në për vështërësit e ngonë shumë dhaja, po na këna qujtë atë punë shumë të bishme, pse i pregadit qindra njerëz, ti mund është me armatos një njeri, me ble një armë edhe me vrani policën, nuk e këna qujtë mund të vështirë, po me i pregadit 100 njerëz, 1000 njerëz për luft, këton e këna qujtë edhe na ka dalë vërtet e vështirë, sepse me krisma këta e kanë përshpejtu ardhën e luftës, edhe na këna ndihmu sa këna ndihmu edhe me ata, po kryesore u vazhdu me qitë bashkim, do më thonë, edhe atëherë na nuk kena bo shumë arak, ma shumë u bojnë shumë arak që s'po koordinomi, se jemi të bindur që rruga ka me na bashku. Po këto e konë bindur edhe ata na kanë thonë gjithmonë. Kadria, Shimi, gjithë na kanë thonë, neve ka me na bashku gjithë rruga. Po, njerë për njerë na menojmë që duhet me jakris me herë, ju po mendoni njerë me letra, qështa. Që kjo ka qenë ma, zomi Adem Jashari, ajo është për vitit 90, e armatosën dhe ka dalë hapur kundër pushtuesit që një kohë gjatë ka qenë veç vetë. Në të rezistencë, po flasë, ka qenë veç vetë, pavarësisht që ka mujtë me pas edhe lidhje në për organizata, dhe kjo ka vazhdu, kjo është rrethu edhe një herë, tani është rrethu edhe një herë, po me kohë është pa nevoja që edhe ata duhet këtë gjithë më u strukturu. Atë strukturë jemi përpjek me bo dhe na, po është përpjek edhe Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës, dhe ata përmes NAIT-it kanë depërtu të Zairi dhe të Adem Jashari, marrëm tash nasi individ, sa ato kanë qenë grupe dhe grupe të organizume, nuk kanë qenë thjesht individ. Edhe kanë arrit, do më thonë, me një herë 96 me bo organizimin dhe aksionin e përbashkët. Ata këta që po t'i përmeni kanë qenë në një aksion, dhe është qujtë aksioni i ushtërisë çlirimtare të Kosovës, dhe është mbrojt me komunikat, kë mos gabosha mund të jetë komunikata numër D e kësaj. Do më thonë, prej 93, 94 ka dalë, e dyti 96 duhet me konë. Nuk jemi sigurt për to, nuk jemi sigurt, po jemi bindur që duhet me konë gjashtu. Korrisore si sulmi i organizuar ka qenë 96.